Ergyes Agasi ndodhet jashtë shtetit, ndërkohë që akuzat ndaj tij janë të pabaza. Kjo ka qenë deklarata avokatit të shpallurit në kërkim në kuadër të dosjes për tenderat e Akshit. Max Haxhia tha se drejtësia po kërkon të dëmtojë Agasin pas një provë konkrete kundër tij. Zoti Agasi, siç e kam bërë dhe me dije, me informacionin që kam nga familja, nuk ndodhet në Shqipëri. Por nisu nga kjo situatë e cila është një praktik që mbarset opinioni dhe ngrihen akuza që janë absurditete që ta akuzosh një person i paveshur me pushtet për veprimtaritë të pushtetit, si janë shkelja e barazisë të shtetase në tender, apo heqja e palishme e lirisë të një personi për shkak të mos pjesëmarrjes në tendera, në një kohë që zoti Agasi nuk ka asnjë aktivitet dhe asnjë lidhje me tenderat në Aksh. Në lidhje me marrëdhënien e Ergyes Agasit, Haxhia tha se vetëm një i çmendur mund të kthehet në Shqipëri. Zoti Agasi i ka mbaruar punët e veta, por në këtë terren vetëm po të jetë një njeri që do që t'i ardhin çelësi në det, mund t'i vijë të paraqitet në organet e drejtësisë. Megjithatë është vendimi i tij për të ardhur apo për të mos ardhur, për të paraqitur, por në kushtet që nuk ka asnjë informacion, nuk ka asnjë provë, nuk ka asnjë material për akuzat që i ngrihet, vetëm po të jetë i çmendur të vijë të paraqitet. Haxhia sqaroi se ka dërguar letër institucioneve më të larta të drejtësisë me qëllim nxjerrjen e përgjegjësive të personave që kanë për detyrë ruajtjen e informacionit brenda dosjeve, të cilët sipas tij u shpërndan publikut.